Kjo është pamja e lirisë së Kosovës. E këta janë çlirimtarët tanë. Të nderuar qytetar, vëllezër e motra prej Kosovës, Shqipënisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Lukinës së Preshevës, diasporës, e nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit që jeni këtu sot, faleminderit që u bashkut, jo për politik, po për drejtësi. Sot jemi bashk për një parim të thjesht e të madh. Drejtësia nuk është politik. Drejtësia është themeli i lirisë. Një duartërgjitje për Lyrical Sun, për fuqinë e fjalëve të tij. E një duartërgjitje për Arnor Rezogjanin, interpretimin me plot shpirt. Faleminderit. Liria ka emër, liria ka histori, liria ka rënjë, liria ka gjak, ka qëndres dhe është krenari kombëtare. Liria ka emër, ka djem e të vajzat më të mira të kësaj toke, ka heronjët, ka dëshmorët, ka marterët e vetë dhe ka veteranët që sot kërkojnë drejtësi. E zonja e zotrin, të gjitha këto që i përmendëm, janë pjesë e 3 shkronjave që ndryshuan historinë, 3 shkronjave që u bën frym, 3 shkronjave që janë dhe betimi ynë. Ushtria çlirimtare e Kosovës, UÇK! Po, liria ka emër dhe ajo liri sot po mbrohet me dinjitet nga burgshtetasit që shpallën pavarësinë e Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, çlirimtarët tanë. Të dashur qytetar, marshi nuk lindi rastësisht. Marshi lindi prej bindjes së përgjegjësisë dhe përkushtimit. Ai është njëri prej atyre që ishin pjesë e pandashme e grupit. Dhe ai do t'ju drejtohet i një grupi pa zhurmë, po që bën një punë të mrekullueshme. Në duartërgjitjet tuaja me respekt të veçantë, Ismail Tasholli. UÇK! Të dashur qytetar, të nderuara familje të dëshmorëve e veteranëve të luftës, të dashura familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, Zonja dhe Zotrin. Sot dua t'ju drejtohem vetëm si qytetar të nderuar, jo si përfaqësues të kësaj apo asaj preardhje, jo si zop politik. Sepse kur vjen fjala për UÇK-n, aty nuk ka ndarje, aty nuk ka poste, aty jemi krejt bashk. Njëjt, aty jemi bijtë e bijat e një historie që na ka bashku në momentet më të vështira. Ushtria çlirimtare nuk është flamur partije, është themel i lirisë tonë dhe për atë themel nuk flasim me dallime, po me një zemër prej zemrës. Në çdo fshat e në çdo qytet ku kem shku e ku kem shkel me Elizën për organizimin e marshit, një fjalë ka qenë mbi të gjitha: UÇK.
Ka qenë fjala e nderit, fjala që na ka bashku, fjala që i ka mbush syt me lot e zemrat krenari. S'ka pas shtëpi, nuk ka pas as një shesh, ku nuk e kem pa emrin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mos me u përmend e me u respektu me dashni. E kemi pa me sytë tonë sa shumë e donë ky popullu që kënë, si simbol, si sakrificë, si themel i lirisë, si pjesë e identitetit tonë. Ajo ka qenë ndjenja që na ka lidhë kudo, krenaria që nuk shuhet dhe betimi i heshtun që nderi i saj nuk preket. UÇK. Sot është 17 shkurti, urime dita e pavarësisë, është dita kur një popull e shpalli para botës të drejtën për shtet, për liri dhe për dinjitet. Por kjo ditë nuk është vetëm fest, është edhe kujtes. Sot në Hag ndodhen ish udhëheqësit e UÇK-s dhe të shtetit tonë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Emra që për shumë kënd përfaqësojnë kapituj të tërë të historisë sonë të rezistencës dhe të shtetë ndërtimit. Pavarësisht proceseve gjyqësore, një gjë mbetet e tartë. Lufta e UÇK-s ishte luftë çlirimtare dhe kjo nuk mund të zhbëhet kurrë. Sepse historia jo nuk është abstrakte, ajo ka shifra dhe dhimbta, mbi 12.000 shtetar të vrarë e të masakruar, mbi 1.600 persona ende të pagjetur, mbi 1.500 fëmijë në moshën 18 vjeçare të vrarë, mbi 20.000 të mbjetuar të dhunës seksuale, mbi 1 milion qytetar të dëbuar nga shtëpitë e tyre, mbi 500.000 shtëpi të djegura bashkë me shkolla, spitale, institucione. Rreth 3.000 dëshmorë dhe mbi 3.000 të plagosur. Këto nuk janë vetëm statistika, janë plagë të hapuna, janë familje që presin, janë nana që se din ku e kanë vajzën apo djalin, janë fëmijë që u rritën pa prind, janë gra që e mbajnë dhimbjen si barë të heshtur, janë qytete të tëra që u zbrazën me dhunë. Prandaj, duhet ta themi qartë dallimin mes agresorit dhe viktimës, mes atij që erdhi për të pushtuar, për të djegur, për të dëbuar dhe atij që u ngrit për ta mbrojtur shtëpinë. Me një luftë pushtuese dhe një luftë çlirimtare. UÇK-ja nuk lindi për të marrë tokë të huaj, lindi për ta mbrojtur shtëpinë e vet, nuk lindi për dominim, po për liri. Kjo është e vërteta historike që nuk mund të relativizohet kurrë. Thirrjet tona për drejtësi e jo politik nuk janë kundër askujt. Janë për dinjitetin ton kolektiv. Ne nuk mund të pranojmë që procese që zhvillohen në emër të popullit të Kosovës të përdoren për të barazuar agresorin me viktimen, apo për të mjegulluar karakterin çlirimtar të luftës tonë. Nëse drejtësia devion nga parimet e babarazis dhe panshmëris dhe kur gjyqi në Hag thirret dhe vepron në emër të popullit të Kosovës, atëherë ne këtu drejt i themi qartë, jo në emrin tim, jo në emrin ton. Drejtësia nuk mund të jetë selektive, nuk mund të jetë e dirigjuar, ajo duhet të jetë drejt, transparente dhe barabartë për të gjithë. Vetëm atëherë mund të flasë në emër të një populli. Qytetarët duan drejtësi dhe jo politik. E sot, nga kjo ditë e pavarësisë, ne dërgojmë një mesazh të qartë për ata që gjenden në Hag.
për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të gjithë të tjerët, ju nuk jeni vetëm. Pas ju shëndron një kombiton, pas ju shëndron historia, sakrifica jon, liria jon. Ata nuk janë vetëm, ky është vetëm fillimi, nuk do të ndalemi kur. Drejtësi jo politik. Faleminderit Ismail Tasholli, një falenderim e veçantë edhe për krejt ekipën e platformës Liria ka emër që punuan ditë e natë për secilin që organizoj, mobilizoj e qëndroj afër. Ky marsh është vepër e një ekipe, respekt për të njëjtit. Të dashur qytetar, ka emra që nuk përfaqësojnë vetëm një histori personale, por janë plagë kolektive dhe një qëndresë kombëtare. Me respekt të veçantë, ftoj pranë jush zonjën Vasfije Krasniqi Godman. Urime pavarësia. Kam shumë emocione me folë para gjithë juve këtu. Me që sot ishëm, unë isha për herë të parë në paradën e ushtrisë dhe policisë e Kosovës. Edhe për mu ishte një ndjenje jashtëzakonshme që e bijat e Adem Jasharit sot e mbrojnë Kosovën. Të dashur qytetar, e nderuara familje komandantit legjendar Adem Jashari, të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës çlirimtare, të nderuara viktima civile, të nderuar pjesëmarrës. Sot kjo ditë e shenjtë për popullin ton, 18 vjetori pavarësisë, është një ditë krenarie për të gjithë ne, po është edhe një përkujtim për të gjithë ata që vjuan për lirin ton. Kjo liri nuk erdhi vetvetiu. Ajo u vjuan në gjak, në Afrikis, që qëndron me shekuj. Kanë derin që të flasë se dërguar speciale nga presidenta Vjosa Osmani për dhunën seksuale që zëri viktima po dëgjohet anën bombotës. Na flasëm për drejtësi edhe për krime që i kryi Serbia në Kosovë. Ne jemi të gjithë këtu për t'i luruat ata nga Haga, se nëse doni me ditë çka bashkon popullin shqiptar, është senimi i lirisë dhe padrejtësia. Faleminderit të gjithë juve që i shërbyat atë dhejot, kur më shumë ti kishte nevojë. UÇK! Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi. Më falni se kam... Dhe Recep Selimi, ata duhet të lirohen. Ata mbrojtin popullin e vetë, si gjithë ushtria shkrimtare e Kosovës. Faleminderit gjithëve, edhe një herë gëzuar pavarësia. Zonja Vasfije Krasniqi Godman, kjo duartërgjigje është për ju, për nanat, për motrat, për vajzat, e për cilat ju po kërkoni drejtësi. Dhe po në syt tuaj e shohim që liria ka emër. Historia nuk ndryshon. Ajo shkruhet në momente historike, shkruhet me vendime të mëdha,
shkruhet me përgjegjësi, shkruhet me guxim dhe disa prej atyre momenteve janë pjesë e themeleve të shtetit tonë. Tani do të ndjekim një video me zërat që janë pjesë e historisë sonë shtet formuese. Zonja e Zotrin, vëmendjen tuaj në këtë 17 shkurt, në këtë ditë të madhe të çlirimit të Republikës së Kosovës. I pafajshëm plotësisht. Tërësisht i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Jo fajto, i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Today, our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. Enough's enough. Kosovo is independent. Shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Georgians don't stand. Për çlirimtarët tanë, ushtria çlirimtare e Kosovës, UÇK! Të nderuar qytetar, në skenë poftoj një ish luftar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një prej autorëve të dizajnit të flamurit të Republikës Kosovës, simbol që sot po na përfaqëson kudo në botë me plot merit, me plot krenari. Me respekt të veçantë, ftoj në skenë zotin Muamer Ibrahimi. Të nderuar qytetar, të dashur miq të lirisë, të dashura familje të dëshmorëve, të veteranëve dhe të invalidëve, shumë të dashur familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues të ndërgjegjës njerëzore. Para shumë vitesh, ne të ftofta lufte ishim disa djemë të ri, që nuk dinim nëse do të na çelte mëngjesi. Shumica nuk ishim uniforma, as ushqime të mjaftueshme dhe natyrisht as një siguri për jetën. Por kishim një gjë më të madhe dhe më të vlefshme se të gjitha ato të bashkë. Kishim besimin e pathyer se Kosova një ditë do të bëhej e lirë. Në një natë, njëri nga djemë tha, edhe nëse nuk e shohim nesër mëngjesin, një ditë flamuri i ynë do të valojë në Kosovën e lirë. Një ditë kur unë dizajnova flamurin dhe unë ngrit me 17 shkurt 2008, nuk pash vetëm një simbol të shtetit. Pash fytyrat e atyre që nuk jetuan dhe nuk u kthyen ta shohin na ditë. Pash shokët e mi, bashkëluftëtarët e mi, sakrificën, dhimbjen dhe krenarin kombëtare. Të dashur qytetar, sot është 17 shkurti, dita kur liria e Kosovës u kthye në shtet. Por këtu nuk jemi vetëm për fest, jemi këtu sepse zemra e Kosovës, bashkë me të secilit prej nesh, po rreh me një shqetësim të madh. Në Hag, në fazën finale të një procesi që po zgjat mbi 5 vite, po gjykohen udhëheqësit e luftës tonë.
ata që morën përgjegjësi kur askush nuk mund të merrte. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shokët e tyre. Ata që ndruan kur shumë kush ishte larguar. Pra, ne nuk kemi frikë nga drejtësia, sepse kush lufton për liri, nuk i frikohet asnjëherë të vërtetës. Por kemi të drejtë të kërkojmë drejtësitë e panshme. Kemi të drejtë të kërkojmë që historia jonë të mos shtrembohet dhe as të rishkruhet. Të kërkojmë që sakrifica mos të përmbyset në faj. Se UÇK nuk ishte organizim për mbijetesë, por ishte mburoj për fëmijët, për gratë, për plesht, mburoj për pragun e shtëpisë, për tokën tonë. Ishte përgjigjja e fundit e një populli që kanosej me zhdukje. Pra, UÇK lindi nga populli dhe në mes të popullit. E sot, kur e shoh këtë det njerëzish, e di se ata në Hagë nuk janë vetëm. Pas tyre qëndron krejt populli, qëndron historia, qëndron secili që i thot vetës shqiptar. Se ne nuk jemi këtë për urrejtje, jemi për dignitet, nuk jemi kundër askuj, sepse pa të vërtet nuk ka paqe, pa drejtësi, nuk ka pajtim, se Kosova nuk ndërtua nga heshtja, u ndërtua nga guzimi dhe sakrifica. Dhe sot, me zë të lartë dhe zemër të pastër, themi drejtësi, jo politik, lavdi luftës për liri, lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, lavdi atyre që kur nuk e përkullen, liri për shlirimtarët. Ju faleminderit Mamer. Në mesin ton ka shumë nëna, motra, vajza, e i shohim edhe fëmijë që janë në ditët e para duke e përjetuar dhe lirin që me 17 shkurt të gjithë e festojmë. Me fjalë tjera, kanë qenë të pandashme në front, në luftë e në paqë, në sakrifis dhe në shtet ndërtim, gruaja shqiptare. Ajo nuk ka qenë vetëm dëshmitare e historisë, ajo ka qenë pjesë e saj. Dhe tani në këtë skenë, ftoj një grua që ka qenë vetë pjesë e radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me respekt të veçantë, në nduartërgjigjet tuaja, zonja Shqipe Krasniqi. Të nderuara familjet e dëshmorëve dhe të martirëve të luftës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës, invalid dhe veteran, familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, të dashur qytetarë të Republikës tonë, si sot kur më të bashkuar e më të zëshme se kam pa Kosovën. Në ditën e pavarësisë, na nuk jemi mbledhur vetëm për të shënuar këtë ditë. Jemi mbledhur për të kujtuar një sakrificë, një rrugë të gjatë dhimbje, një çmim të madh lirie. Kjo nuk është vetëm protest. Kjo është ndërgjegjja dhe mbështetja që populli i bën bijeve të saj. Është zonja atyre që nuk janë më. Është fjala e nënave që ende presin, dhe unë për ju që nuk më njeni, jam Shqipe Krasniqi. Jam njëra nga mia gra që kanë pa luftën më sytë të tyre. Jam rrit në një kohë kur të qenit shqiptare në Kosovë në nënkuptante të jetoje me frikë, me kufizime, me pa drejtësit përditshme. Kam pa prindër të larguar nga puna, profesor të përjashtuar, student të ndjekur, familje të tëra të poshtruara vetëm pse ishin shqiptar.
kam pa babalar të përullur, kam pa nëna që qanin fshehur azi që fëmijet të mos u ashinin lotët, kam pa rinin ton të rritët pa të drejta dhe por gjithmonë me krenari. Por mbi të gjitha e kam pa gruan shqiptare, kam pa nëna që ndanin kafshatën me fëmijët e tyre, duke pa motra që beshin edhe nëna edhe babalar kur në shtëpit e tyre mbetshin pa burra. Kam pa gra që i përcjellnin bit në luft me zemër të captuar, po me kokën lartë. Ato nuk kishin uniform, por kishin forcë. Ato nuk mbanin armë, por mbanin gjallë shpresën. Ato nuk dalën në histori me tituj, por historia nuk do të ekziston të pato. Pikrisht atëherë, edhe unë e kam kuptuar se heshtja është dorëzim, dhe ky popull nuk di të dorëzohet. Si shumë vajza e gra shqiptare, e mora dhe unë armën dhe dola në front, e vesha uniformën më të bukur në botë, dhe ju bashkova radhëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Jo sepse doja luftën, por sepse doja lirinë, sepse kur mohohet dinjiteti, rezistenca bëhet detyrim për secilin. Se humbëm shumë, humbëm bi, humbëm vëllezër, humbëm shok, shtëpit në vdogjen e fshatrat në zbrazën. Ne dhe mbeten me fotografinë e duar dhe me heshtje në shtëpi. Por një gjë nuk u dogj, nuk u thyje, nuk u shua. Dhe ajo është shpirti i këtij populli. Këtë shpirt po shoh këtu në mesin tuaj. Në çdo varr dëshmorit është edhe një nën që ka dhënë gjithçka. Në çdo flamur që valon është edhe një lot që është derdhur. Kjo luftë për të cilën sot po gjykon Haga nuk është zgjedhje, por ishte për mbijetesë. Dhe ne qëndruam, ne rezistuam, sepse pas ne qëndron të ardhmja. Sot bashk luftetarët e mi, po përballën me padrejti nga gjykata speciale. Kjo na dham të gjithëve. Na dham sepse prek kujtesën tonë, na dham sepse prek sakrificën tonë. Na dham se prek dignitetin tonë. Ky shtet që sot po i feston 18 vjetorin, nuk lindi rastisht. Lindi dhe u ndërtua mbi sakrificën e dëshmorëve, mbi qëndresën e grave, mbi durimin e nënave, mbi guximin e gjithë luftetarëve. Themelet e kësaj republike janë ngritur mbi lotët e nënave shqiptare dhe mbi gjakun e bijve të tyre. Dhe sot, kur kërkojmë drejtësi, ne nuk kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë drejtësi të vërtet, pa politikë. Drejtësi të paanshme, drejtësi që respekton faktet rrethona të kohës, sepse kur gjykohet pa drejtësisht, sakrifica lëndohet kujtesa e popullit tonë. Ballafaqimi me drejtësinë është pjesë e shëndetërimit, por drejtësia duhet të jetë e drejtë, e barabartë, e pandikuar, sepse kur lëndohet drejtësia, lëndohet besimi, dhe kur lëndohet besimi, rrezikohet e ardhmja. Sot prania jonë këtu është mesazh për të secilin që dyshon në rezistencën tonë.
populli jonë din të shëndroj, populli jonë din të sakrifikoj, populli jonë din të fol, por nuk din kur të harroj. Ky popull nuk harron se kush ishte agresori e kush është viktima. President, kur u niste për hog, na the, kjo nuk është lam të mirë, por mirë pofshim. Sot, nga zemrat e mia qytetarëve, këtu ndeshesh dhe rrugët e Prishtinës, ju themi miru pafshim së shpejti lider dhe ju çlirimtar. Sepse liria nuk ishte dhurot, ajo ishte sakrificë, ishte gjaku i herojve, ishte qëndres, ishte dhimbje e kthyer në dinjitet. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, nderim veteranëve të UÇK-s, rënoft Kosova e lirë. Ju faleminderit, zona Krasniqi. Të dashur qytetar, jemi në përmbyllje me fjalimin e fundit, por fjalimin më emocional me një histori aq prekse, po aq krenarie. Për fjalimin përmbyllës të këtij marshi, ftoj në skenë një emër që bart histori dhe bart amanet. Xhavet Haziri ishte bashk ideator dhe bashk themelues i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pjesë e brezit që dalën të parët në rrugën e lirisë. Natyrisht meriton një duar trokitje ai dhe gjithë bashkëluftëtarët anë kën kombit. Sot, fatkeqësisht, sigur qindra e mira shtetas të Republikës Kosovës, ai figuron ende i zhdukur, njëri prej 1600 shqiptarve për fatin e të cilve ende nuk kemi përgjigje. Por sot në këtë skenë ngjitet zani i birit të tij, zani i kujtesës, zani i dinjitetit, me respekt të thellë, ftoj në skenë Çlirim Hazirin. Të nderuar qytetar, të dashur familje të dëshmorëve e të zhdukurve, motra dhe vëllezër. Sot flas para jush si djali Xhavet Hazirit, heroi kombit i zhdukur vitin 1998. Një hero që doli për liri e nuk u kthye më kurrë. Ka një mungesë me të cilën nuk mësohesh asnjëherë. Një pritje që nuk mbaron. Një vend të zbraz në familje që nuk zëvendësohet kur. Kjo është jeta jonë, jeta e familjeve të zhdukurve. Këtë ndjenje kam që kur isha 7 vjeç. Por unë nuk u rrita me urrejtje, u rrita me krenari, sepse ata që nuk janë në mesin tonë sot nuk sakrifikuan për veten, por sakrifikuan që ne sot jetojmë të lirë. Ata ishin bijtë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ushtrisë që e ktheu shpresën në liri. Ne sot të mbledhur këtu nuk jemi familje të ndara, por jemi një familje e madhe e sakrificës. Jemi familja e Regjës, familja e Bacit Jakub, familja e Kadriut, familja e Hashimit. Sepse kur preket sakrifica, qohemi të gjithë bashkë. Sepse sakrifica UÇK-s nuk i përket vetëm një familje, i përket të gjithë popullit.
Prandaj 17 shkurti nuk është vetëm fest, është betim. Betim që nuk harrojmë sakrificën, betim që nuk lejojmë të përbaltën luftarët tonë, betim që nuk e ulim kokën para padrejtësisë, betim që e mbrojmë me dinjitet luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne sot ecim të lirë, por nuk do të ecim kurrë mbi harres. Ne nuk jemi sot këtu një turm, jemi një zë që nuk blihet, një zë që nuk friksohet, një zë që nuk do të ndalet. Ata që luftuan për këtë tokë nuk kërkuan pushtet, po kërkuan liri, dhe liria nuk vihet në bankën e turpit. Lufta UÇK-s ishte luftë për mbijetesë dhe dinjitet kombëtar. Sot marshojmë që të dëgjohet qartë. Nuk do të lejojmë që historia të shtrembrohet. Nuk do të lejojmë që sakrifica të barazohet me faj. Nuk do t'i lëm vetëm heronjët tonë në hog. Ndërsa ne sot jetojmë ritmin e jetës në liri, udhëheqësit e luftës sonë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, po vazhdojmë betejën për Kosovën larg familjeve të tyre. UÇK! UÇK! Ne sot këtu nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë falje për luftën tonë, kërkojmë drejtësi të drejtë, kërkojmë që sakrifica jonë të mos njolloset. Marshojmë me dinjitet, sepse një popull që harron sakrificën e varfron lirinë e vet. Dhe po e them qartë, ne nuk e mbrojmë të kaluarën tonë nga frika, por nga dashuria dhe krenaria për të. Unë jam djali Xhavet Hazirit, një heroj të zhdukur. Nuk kam varr ku të vendos lule, por kam zë që harresa mos të ketë vend. Lavdi atyre që su kthyen më kurrë, lavdi luftarëve të UÇK-s, drejtësi për sakrificën e vajzave dhe djemve të Kosovës. Kujtesa jonë nuk shuhet. Faleminderit shumë. Çlirim, faleminderit shumë, që jesh krenar gjithmonë me veprën e babës tënë, qysh jemi na krenar me veprën e madhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjithmonë krenar. Zonja Zotrin, prej Prishtinës në Tiranë, në Shkup, në Bruksel, në Hag, në New York, në Washington, zoni ynë nuk u ndal. Edhe sot, ja ku jemi prap në kryeqytet, në kryeqytetin ton të Republikës Kosovës, Prishtinën, ku dhe u shpall pavarësia jonë. E themi me plot zo, po liria ka emër. Andaj, faleminderit për prezencën tuaj, kaq dinjitoze për këtë numër që nuk mbahet men në historinë moderne të Republikës Kosovës, dhe po, i presim çlirimtarët tanë, me zemër, me çlirimtarët, me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Faleminderit. UÇK! Ju bëjmë dije gjithashtu që të gjithë ju që jeni prezent mund të vazhdoni drejt Newbornit, ku keni mundësi të merrni edhe disa dhurata simbolike të kësaj date dhe të kësaj proteste, këtij marshi të jashtëzakonshëm. Faleminderit, u pafshim gjithmonë në lirinë e Kosovës. Gëzuar!